Lavdi për jetë. Lavdi për jetë. Lavdi për jetë. Ti e forca jon, ti e gëzimi jon, ti e mbrojtja jon, ti e mbushja jon. Lavdi për jetë. Lavdi për jetë. O halleluja. Lavdi për jetë. Lavdi. Bashko vlla motër, hym në rrjedhën e adhurimin, në falenderimin, të hym me falenderim, lavdi emrit të Tia, të adhuroj me lavde dhe falenderim për lavdit e emrit të Tia, çfarë ai është në këtë ditën e Tij të veçuar. Halleluja. Për lavdit tënd o atë. Ne jemi mbledhur këtu në ditën tënde, të gëzojmë mirësinë tënde. Jemi mbledhur këtu atë siç Ti na ke urdhëruar në mbledhjen tënde të veçuar, në ditën e 7, në sabatin tënd, ku Ti pushove nga të gjitha punët tënde, ja dhe njeriut. Prandaj the nëpërmjet birit tënd që sabati është bërë për njeriu, është krijuar, është një mrekulli, ka ardhur në ekzistencë për njeriu, që të gëzojë në praninë tënde, të marrë mirësinë tënde duke Ti konfirmuar beslidhjen tënde, për të bërë mirë njeriut. Lavdi emrit tënd o atë, lavdi për jetë. Halleluja. Lavdi për jetë. Lavdi për jetë, jetëve. Lavdi për jetë. Halleluja. Na takon të falenderojmë Adonai Jahuen, krijuesin tonë, vlla motër. Ti japim lavdinë dhe përshkruajmë madhështinë atij që I takon, ai që krijoi nga hiçi, ai na bëri të ndryshëm nga të gjitha kombet e vendeve të tjera për lavditë e emrit të Tij. Ai nuk na ka bërë pjesën tonë si pjesën e atyre. Lavdi e emrit tënd. Ne përulemi përpara fronit tënd o atë sot në këtë mbrëmje, në këtë mëngjes për disa për nesh. Përulim gjurin dhe lavdërojmë Ty o atë, mbretin e universit, I bekuar dhe I veçuar, I shenjtë është ai. Jahu Elohim I lashtë është emri Tia. Halleluja. Ti na dhe shpëtimin, Ti na shpengove, Ti na solle në mirësinë tënde, na vendose në beslidhjen tënde, na solle në gjirin tënd nëpërmjet Jashua Mesias, birit tënd të vajosurit tënd. Lavdi emrit tënd o atë. Lavdi emrit tënd. Ne ishim pa shpresë, pa Elohim, por Ti na dhe mirësinë tënde. Ti na dhe mirësinë tënde. Ti na dhe gëzimin tënd. Ti e ndave me njeriu për lavdit e emrit tënd o atë. Lavdi për jetë o atë. Lavdi për jetë. Lavdi për jetë o atë. Lavdi për jetë. Lavdi për jetë o atë. Lavdi për jetë. Lavdi emrit tënd o atë. Ti ke shtrirë qiellin dhe tokën. Ti formove çdo gjë me anë të fuqisë dhe madhështisë tënde. Lavdi emrit tënd o atë. Nga froni tënd dalin deri, nga froni tënd dali fuqia, urtësia. Lavdi emrit tënd o atë. Zotrimi I fuqisë tënde është lart atje në qiell, ku Ti qëndron sovran për lavdit e emrit tënd. Dhe si Elohimi nuk ka asnjë tjetër, vërtet ai është mbret me të gjithë universin, është sovran dhe shtrin dorën e Tij. Lavdi e emrit tënd o atë. Ti shtrin dorën tënde në mirësinë tënde. Ti tregohesh I dhimbshëm ndaj njeriut. Ndaj njeriu besimtar dhe I drejtë me njeriu e drejtë. Ti tregohesh I pastër me atë që është I pastër. Lavdi e emrit tënd o atë. Sepse Ti ai që shpëton njerëzit e pikulluar dhe ul sytë që janë në krenar. Ti je në fakt ai që bën të shkëlqej llambën time. Halleluja.
shkëlqen lambën tënde, vëlla e motër, në këtë moment. O Jahu Elohimi im, ti ndriçon errësirën time, sepse me ty mund të sulmoj një trup, dhe me Elohimin ti mund të kërcej mbi një mur, lavdi emrit tënd. Rruga e Elohimit është e përsosur, vëlla e motër. Fjala e Jahu është e pastruar me anë të zjarrit. Ai është të mburoja të gjithë atyre që gjejnë strehi, që gjejnë në strehi të kahi. Haleluja. Lavdi emri tënd o atë. Lavdi emri tënd o atë. Shalom baba. Lavdi. Haleluja. Shtuar vëlla e motër, Jahu do të jetë mbretë me të gjithë botën. Mi të gjitha të ditë mjeshtër jonë, Adonai Jahu do të jetë një dhe emri ti do të jetë një. Lavdi emri tënd. Mjeshtër botë i cili mbretëroi përpara se të krijojë çdo formë. Kur krijimi erdhi me anë të vullnetit të tij, atëherë si mbret u shpall emri i tij. Dhe pasi ka pushuar së qeni çdo gjë tjetër, vetëm ai do të mbretërojë me fuqinë e tij të jashtëzakonshme. Ai është që ishte, ai është që është, që do të jetë përjetësisht në shkëlqimin e tij, vëlla motër. Adonai Jahu Elohimi tonë, krijuesi është i pari dhe i fundit, Alefi dhe Tafi, i plot fuqishmi, si thot dhe në zbulesa 1:8. Dhe nuk ka të dytë që të mund të krahasohet me te, jeti barabartë me te. Pa fillim dhe pa mbarim, ai është forca dhe sundimi. Ai është Elohimi jonë, ai është shkëlqimi jonë, ai është forca dhe mbushja jonë, gjallërimi jonë. Shkembi i dhimbjes tonë në kohë fatkeqësie, në kohë ndihmëse, i drejtiture dhe gjen siguri në fortesën e tij, lavdi emri tënd o. Ti je flamuri jonë, ti je streha ime, ti je sakupës time në ditën kur unë të thëras. Të falenderoj o atë, lavdëroj emrin tënd. Të falenderoj dhe të lartësoj o atë. Për lavdit emri tënd, çfarë ti je, çfarë ti ke bërë, çfarë ti do bësh dhe çfarë ti je në gjendje o atë. Të bësh në jetën tonë, për të përmbushur qëllimin tënd, për të përmbushur lavdin tënde, dhe atje në kombin tonë, dhe atje ku nuk duket drita, sepse ke errësira ka mbuluar, ti je në gjendje të shkëlqesh lavdin tënde. Për ata që të kërkojnë, për ata që të duan dhe të kërkojnë me gjithë zemër dhe zbatojnë urdhrimet tënde. Sepse ti je i mirë dhe i mëshirshëm, i dhenshur, shpirt të gjerë, i vollëkshëm në mirësi është Adonai Jahu tënd, vëlla motër. Të vërtetë, duke ruajtur mëshirën e tij për mira ndër breza, për ata që duan dhe zbatojnë urdhrimet e tija, dhe ja ku kemi një nga urdhrimet e tija, sabatin e tij, të veçuar, vlerën e veçuar që kisha jote duhet të mbajë. Në emër të Jashuas, Birit të Elohimit të gjallë, lutemi o atë. Haleluja. Lavdi emri tënd. Mise erdhe vëlla motër. Mise erdhe në takimin tonë, orgës pa i nga zeri Mesias. Lavdi emri të tia, për çdo mundësi që na jep të inkurajojmë zemrat tona. Të inkurajojmë dhe të përgatitin të mirë pajisemi zemrat tona për kohë që janë, për kohë që po jetojmë. Lavdi emrit të tia. Do vazhdojmë në takimi vëlla motër, sepse fjala na mbush. Duhet të mbjellim fjalën e tij, cili ishte ajo fjalë e tij në Jakovin 1. Ishte ligji i tij përsosur që duhet të kulmojmë, që është në gjendje të na shpërtoj shpirtrat tanë. Lavdi emrit të tia. Haleluja. Le të vazhdojmë në takimi vëlla motër. Ka plot gjëra që do flasim, ka plot gjëra që do prekim për mirë pajisjen tënde. Që ti të përgatitesh, që ti të përmbushësh qëllimin tënd, dhe të mos manipulohesh nga gënjeshtat e Satanit dhe çdo gjë që del dhe në këtë rast dhe flasin çdo gjë tjetër, të marrësh nga shkrimi i vërtet, kontekstin e vërtetë, Mesian e vërtetë, lavdi emrit të tia. Ai që praktikoi festat e atit, urdhrimet e tia, lavdi emrit të tia. Siç e shikon dhe ti në ekran, sabati vëlla motër është nga festat e tia. Ja si fillon ati duke të shpëtenë në zemrën tënde. Këto janë festat e mia të ati, që ju do t'i shpallni si mbledhje të veçuara, të shenjta, të veçuara, të lënë minjanë. Këto janë festat e mia apo jo, nuk e shikon në ekranin tënd. Besoj se e shikon në ekranin tënd. Këto janë festat e tia dhe fillon me sabatin. Që është i ditë pushimi, nuk punohet, nuk blihet, nuk shitet, në atë ditë është të pushim, vëlla motër, pushon nga gjithë punët tënde, nga java që kishe të zenë, në çdo gjë tjetër që ndodhi, në ditën e ti sot,
në këtë rast, duke filluar nga premtja në perëndim që fillon dita biblike, deri në perëndimin e ditës së sotme, konsiderohet dita biblike sabati i tij. Nuk bëhem asnjë punë sabati i veçuar në të tëra vendet ku do të banoni. Efezianët 2, lavdjatit, Romakët 11 na bëjnë pjesë të kësaj beslidhje. Lavdi emrit të Tij. Beslidhje së përjetshme, pesave të Tij të përjetshme. Do prekim më vonë mas ndaj Kolosianët 2 dhe përse plitet ajo hira e gjëra që do vinë. Lavdi emrit të Tij. Është një shenjë vëlla motër, është një shenjë e përjetshme që duhet kremtuar brez pas brezi, një beslidhje e përjetshme. E kupton fjalën beslidhje? Beslidhja e përjetshme. Një beslidhje që asnjë njeri nuk ka autoritet ta thyej. Kur ati bën një beslidhje të përjetshme, nuk e ka menduar më përpara, para se ta deklaronte. Është një beslidhje përjetshme, vëlla motër, është një shenjë përjetshme. Festat e Tija janë, lavdi emrit të Tij, janë të përjetshme. Si thotë Psalmi 119, i thotë urdhrimet tënde që janë festa, sepse urdhrimet që ati jep janë në festat e Tij, sabati dhe disa aspekte të tjera që në këtë rast na duhen për të mirën tonë, që njeriu të rojë nëpërmjet tyre, thon Galatasve 3, që përmendte më së ndaj, përmendte Ezekielin 20, që janë një shenjë për popullin tim, thot. Lavdi emrit të Tij. Siç e shikon, ati punoi 6 ditë, veri qiellin e tokën dhe ditën e 7 pushoi dhe u çlodh. Kur Jahwe është emri i Tij vërtet, të vëlla motër, ja shikon dhe për lavdit e emrit të Tij. Ja ku e ke? Emrin e Tij. Jod he vav he në këtë rast Jahwe. Mbaroi së foluri me Moshe me Mojsiun në malin Sinai dhe i dha pllakat e dëshmisë. Lavdiatit është një nga urdhrimet e atit, që themin e 10 urdhrimet. 10 urdhrimet janë përmbledhja. Është përmbledhja në këtë rast që ati përmbledhi ato pllakat e Tij të shkruara me gishtin e Tij. Masandaj kemi detaje që neve i shikojmë, i gërmojmë, të mësojmë urdhrimet e Tij. Si Ezra vendosi në zemrën e tij çfarë? Të shikonte, të mësonte masandaj. Të mësonte popullit urdhrimet, ligjet e Atit, që janë të mira, janë të drejta, janë të shenjta, janë për ty, vëlla motër. Dhe jo çdo lloj doktrine të rremi që të kanë mësuar me një, dhe sot shikojmë jashtë në këtë rast asamblejse, por shikojmë çdo lloj kulte që po formohen. Ke lloj njerëz që dalin masandaj jashtë asamblejës flasë, paganët, duke thënë unë jam. Ne duhet të shikojmë shkrimin në këtë rast për të dalluar shenjat e kohës së fundit. Shenjat, nga më qerën në zemrën time, të dalluar shenjat. Vetë Mesia në këtë rast na dha disa shenja për ardhin e Tij. Do kemi kohë, do ta marrim në studim të plotë për lavdit të Tij, librin e zbulesës, që ti të mirë pajisesh, të shikosh shkrimin vetë, të i dëshmosh në zemrën tënde për çdo argument dhe evidencë të shkrimit që na jep përgatitjen për këto kohët e fundit. Çfarë do ndodhi? Si do ecin gjërat? Çfarë duhet të bëjmë ne? Çfarë do të bësh ti dhe familja jote? Çfarë do të bëjë asambleja jote, vëlla? Lavdi emrit të Tij. Po flisnim për shenjat apo jo? Është shenja e përjetshme. Vëlla motër, vetë fjala shenjë e përjetshme, çfarë do të thotë? Është një shenjë e përjetshme. Shenja e përjetshme nuk është e përkohshme. Nuk është për një moment, nuk ishte për një hapësirë, nuk ishte për një sezon. Sabati i Tij është një shenjë e përjetshme, dhe është frymërore, vëlla motër. Çdo aspekt që neve shikojmë, pjesën më të madhe, e shikojmë nga ana frymërore. Është një shenjë që është e padukshme. Një shenjë përjetshme, është për gjithmonë. Lavdi emrit të Tij. Do ta mbajmë në 1 vjeçarin. Këto disa gjëra janë të pa asimilueshme ndoshta për momentin, por po mundojmë të mbjell fjalën në këtë rast në zemrën tënde. Ajo fjala e mirë, ajo fara e mirë, sepse ka lloj fara që neve marrim sot. Ke online, ke në çdo hapësirë. Shikojmë, siç e kam shkruar, kategoria e njerëzve në 1 vjeçarin, në këtë rast kur mbreti lavdisë, Qingji Yeshua Mesia, do jetë këtu,
Dhe le të shikojmë në këtë rast zbulesën 22. Zbulesa 22 flet për shenja, thot. Dhe më tregoi lumin e pastër të ujit të jetës. Uji i jetës, që ndodhet ku? Ndodhet në mes në këtë rast të sheshit të qytetit, qyteti i ri, Jeruzalemi i ri, që do zbresë nga qielli i tretë, mbas zemërimit të madh, lavdjatit. Mbas zemërimit të madh, kur kisha do kalojë vëlla mundimi i madh, ne do kalojmë vëlla motër. Ka një plan që ati ka vendosur. Dhe të thua që ne do shkëputemi më përpara, nga dalin këto teologji, këto mësime, pa një evidencë të shkrimit. Më tregoj lumin e pastër të ujit të jetës të kthjellës si një kristal që dilte nga proni i Elohim dhe i qingjit. Në mes të sheshit të qytetit, andej këndej lumit, në mes të sheshit të qytetit, ku do ishte, çfarë do ishte vëlla motër? Bile thot do jetë froni kujt? Froni i atit Elohim dhe i birit, dhe janë dy persona të ndryshëm vëlla motër që janë një lavdjatit, por nuk mund të thuhen që si sot dalin teologji jo të mira, mësime jo të mira, duke thënë që Mesia pasandaj ishte ati dhe ati pasaj kryqëzoi veten e tij me të këto triniteti që dalin. Nuk janë biblike vëlla motër. Triniteti ka lindur në shekullin e 3-4 nga priftërinë të ortodoksë katolike të asaj kohe, duke vendosur disa hipoteza, duke bërë masandaj të tre në një se si janë. Nuk do t'i flasim, është një mësim vete, do t'i flasim me evidenca të shkrimit. Andaj këndej lumit që ishte druri jetës, pema jetës, ndoshta më falë, se ndoshta se shikoj, më falni, se nga që unë shikoja këtu. Andaj këndej lumit thot ishte druri i jetës, pema jetës që atje troqi, pemën e jetës, ishte në kopsin e Edenit, për shkak të paudhësisë, për shkak të mos zbatimit të urdhrimeve të atit, rebelimi që ndodhi në atë kohë, atje troqi pemën e jetës. Bile siç e dim vendosi kerubumët për Adamin fillimisht, që të mos hante nga pema jetës, apo jo. Tani kjo pema jetës, druri jetës do zbresi vëlla motër në qytetin e tija, në mes të sheshit. Është në mes të sheshit të qytetit. Qyteti i ri, Jeruzalemi i ri, që është masandaj po ta shikosh në zbulesa 21, ke detajet e qytetit. Për çdo lloj në këtë rast guri të çmuar, ari të kulluar, lavdjatit që do zbresi, atje ka në qiellin e tretë vëlla motër. Është ajo nusja, vëlla motër, do të shikojmë atë punë, është nusja e tij. Lavdjatit është nusja që ka përgatitur për neve që të hymë brenda vëlla motër. E di që neve themi okay, shumë herë konteksti përdoret nusja në këtë rast për janë besimtarët që përbejnë në këtë rast me atë thuash beslidhjen me Mesian, po e kemi dhe atë aspekt. Po flasim diçka që shkrimi masandaj do ta prekim më tej. Druri i jetës jep 12 frutat që nxjerrin frutin e saj çdo muaj dhe gjethet e drurit janë përshërimin e kombeve. Në mes të qytetit janë besimtarët duke marrë trupin ynor brenda. Tani mishi është hequr, marrim trupin ynor. Do të thënë jemi në këtë rast jemi të vendosur brenda në qytetin e atit. Do kemi shërim për diçka në trupin tonë, përse thot shkrimi që gjethet e drurit janë në përshërimin e kombeve, sepse kombet që kanë mbetur mbas zemërimit të atit do vinë të mësohet rrugët e drejta, ligji për Sosu, Isaia 2 e thot hapurazi që do të mësohet ligji kombeve. Dhe këta masandaj do marrin shërimin, dhe këtu ka shumë koncepte të thella që i lejmë për momentin, sepse nuk mbaroj masandaj takimi, kemi disa gjëra për të folur. Dhe asnjë mallkim nuk do të ketë me vëlla motër, asnjë mallkim brenda ku, në qytetin e tija, sepse në këtë rast besimtarët kanë marrë trupin ynor dhe Satani nuk ka fuqi mbi ta. Edhe e di masandaj që mbas 1000 vjeçarit djalli do lëshohet për një kohë të shkurtër apo jo. Të mashtroj kombet kombet që kanë mbetur. Sepse mishi për neve është hequr, për ata që ati në këtë rast vendos të denjë për të hyrë dhe të shikojmë asandaj hyrja si ndodh në qytetin e tija në fund të kapitullit.
por Satani do mashtrojë kombet, ata në këtë rast janë jashtë që do të mësohet ligji, do ta shikojnë Mesian si është. Dhe do vinë shumë prej tyre në besim në atë kohë që është ringjallja e dytë për ta. Ringjallja e parë ka ndodhur me shkëputjen, vëlla motër. Prandaj thotë Tesalonikasve që flet për shkëputjen. Ajo është mbas mundimit të madh. Vazhdo ka kohë për të folur për ato gjëra. Lavdjati. Dhe asnjë mallkim nuk do të jetë më, thotë, dhe në qytetin do të jetë froni, siç e pam pak më përpara, froni i Atit Elohim dhe i Qingjit, thotë, dhe shërbëtorët e tij do t'i shërbejnë. Ka disa aspekte që do ndodhin 1000 vjeçarin, është një tempull që do ndërtohet, jo ky i faresinjve, jo ky i në këtë rast i judaizmit që nuk kemi të bëjmë pjesë në këtë rast edhe nuk është nevoja, vëlla motër, që profesia e Danielit të përmbushet duke ndërtuar një tempull realisht. Mjafton një altar të ndërtohet. Do ndërtohet një altar, do fillojnë sakrificat e tyre që Ati nuk i ka aprovuar, por janë pjesë e profesisë. Duhet kuptosh që profesit që Ati ka folur në këtë rast do manifestohen, do realizohen. Ku ndërtohet ajo altar, dhe biles ka në Jeruzalem që po të trajnojnë priftërinjtë në këtë moment. Trajnojnë për të kënduar, trajnojnë për të bërë sakrificat, kanë shkuar gjithashtu nga Texas, nga Amerika, kanë vajtur në këtë rast ato në këtë rast demat që janë të pastër sipas ligjit, por këto nuk do të thotë që është aprovuar nga Ati sepse ndërtoi një altar apo ndërtohet ai tempull. Kjo do në këtë rast do jetë shkaku i fillimit të 3.5 vjetëve të mundimit të madh që bota dhe besimtarët do kalojnë, sepse ne do testohemi. Biles ka profesitë që fliten në Ezekieli, që fliten në Isaia, lavdjatit që fliten që Ati do hyjë në gjykim me popullin e tij në këtë rast ballë për ballë, thotë. Dhe ka disa gjëra që duhet i shikojmë tani, para se të ndodhin në këtë rast disa aspekte, të mirëpajisësh, të përgatitesh, të zbatosh urdhrimet e Tija, që është për të mirën tënde. Urdhrimet e Tija që i gjen në këtë rast kryesisht në 5 librat e parë, masandaj aplikojmë shkrimin drejtësisht, shikojmë urdhrime në këtë rast, po nuk ka një tempull, nuk ka një priftëri aktive. Në këtë rast masandaj i lëm atë shishin për tempullin Leminjan. Ka urdhrime, sabati është e vështirë, vëlla motër, për të mbajtur sot. Është një mbledhje veçuar, përse mblidhen të nesërmen? Përse ju miqsoni të nesërmen si ditë të veçuar, ndërkohë që as realisht ajo ditë nuk është as e veçuar. Vëlla motër, të i themi gjëra siç janë. Kisha, ose normal që isha pjesë më përpara. Kur shkon 2 orë në kishën tënde, mbas asaj 2 orëshit, si vazhdon dita mëtej? Vazhdon si nga era, apo jo? Është e veçuar në atë mënyrë, është e lënë mënjan, është e shenjtë në atë mënyrë ajo ditë që stira në këtë rast sipas tej apo pastorit tënd, që ka një ditë e veçuar, dita e parë e javës, dita e diellit, e diela. E kanë folur, vëlla motër, ka evidenca të plota, fjala në këtë rast që ti shikon në Veprat 27 apo në Para Korintasve 16:1. Plek për sabatin e parë që apostujt ishte mbanin, ishte karakteri tyre, ishte traditat më e mira në këtë rast, ishte një nga urdhrimet e Atit që ata mbanin. Nuk kishin ti thuash apostullit Pjetër Kefa ditën e diellit, thotë mbaje si ai si judej në këtë rast i mësuar nga shkrimi. Normal që kishte ndotje, sepse kur erdhi Mesia masandaj i radricovi shumë prej gjërave, shkon e Kornelius, sepse ishin disa gjëra që duhet të pastroshin nga farisin, nga traditat e njerëzve, që sot me një person kur zbaton urdhrimet e Atit, kategorizohesh me farisin, të vëlla e motër, farisin ta kuptosh te tine, judaizmi apo ajo priftëria ateshme kur Mesia erdhi që kishte një tempull, ishte një tempull aktiv. Biles qëndroi masandaj dhe për 30-40 vjet mbas ringjalljes së Mesias derisa u shkatëruar në 70-ën mbas Mesias. Priftëria ateshme ishte në këtë rast e vendosur kryesisht nga njeriu, ata njerëz që ishin Kajafa që në këtë rast e kryqëzovi, apo shumë prej tyre që mblodhen kundra mbretit ton të lavdisë, Mesias Jashuas, ishin njerëz të vendosur në këtë rast nga njeriu, nuk i kishte vendosur Ati, ishte një priftëri e korruptuar. Prandaj erdhi Mesia dhe thot në Marku 7, thot në Mateu 15, thot, ju hipokritë keni lënë mënjanë, thot urdhrimet e Atit Elohim,
për traditat e etërve tue, sepse ata kishin traditat e tyre të shtuara, gjëra në këtë rast që shtonin dhe hiqnin nga urdhrimet e Atit, gjë që kjo gjë nuk ishte përqyer ndaj Atit vëlla motër. Kjo është realiteti që ndodhte atëherë, ndodh akoma aktualisht, se kemi njerëz që vazhdojnë në këtë rast të mbajnë, këta njerëz kanë Talmudin, kanë Mishnan, këto janë libra që janë traditat e tyre, janë interpretimet e tyre. Nuk kemi të bëjmë pjesë me ato. Kemi të bëjmë neve lavdiatit me karakterin e përsosur të Atit, kemi të bëjmë pjesë me urdhrimet, me fjalën e Tij të vërtetë, jo me njerëzit. Kjo është andash drejtë dhe apostujt në këtë rast, mbasi dolën dhe mbasi erdhi Mesia, filloi të nxirrte nga traditat e etërve. Shikoj apostullin Shaul Palin. A nuk ishte ai që në këtë rast ishte një farise? Thoshte, unë isha i zellshëm, a nuk ta thotë shkrimin e Galatasit apo jo? Isha i zellshëm thot për traditat e etërve të mi, përndoj që kishin apo jo? E bravo kishin, besimtarët. Por masandaj çfarë? U rafinua, u pastrua, erdhi në të vërtetën që urdhrimet e Atit, po thoshte Mesia, mbani, zbatoni, a nuk na thotë lavdiat vetë në shkrimin thotë që ata që ulen në katedrën e Mojsiut, që ulen në katedrën e Mojsiut, kishte fjalën ata që ju mësojnë ligjin që Ati dha Mojsiut, thotë urdhrimet, që janë festat e tij atë çdo gjë tjetër, ata thotë dëgjojeni thoshte Mesia dhe zbatoni, por mos bëni siç bëjnë ata, thotë sepse mbasi dalin nga ajo ndërtesë, bëjnë komplet të kundërtën. Me gojë thonë diçka, pastaj veprat e tyre dëshmojnë, frutat e tyre dëshmojnë diçka tjetër. Këto ishte në këtë rast çfarë Mesia po vinte në këtë ndërtonte dhe të ndërtonte, rafinonte, sepse asambleja kishte filluar që në shkretë të tjerë vëlla motër, e thotë veprat 7:38. Stefani para se të goditshte nga vetë këta, çfarë thotë që në këtë rast thotë ligji që është fjala jetës e cakton në veprat, ligji që e përcakton fjalën e jetës në veprat 7. Stefani na thotë në këtë rast që u dha në këtë rast dha nga Mojsiu, thotë në atë asamble që ishte krijuar. Dhe kur erdhi Mesia, çfarë? Rafinoi, dha me anë të ringjalljes së Tij, na dha akses në frymës së shenjtë, fuqia që erdhi dhe unë të bëj një pyetje vëlla motër, çfarë po mbanin apostujt në vepra 2? Çfarë po mbanin? Po mbanin festën e Shavuotit të Pentakostit. Si e llogarit sot një pastor Pentakostin? Të bëj një pyetje tyne. Kur ai ka anulluar ligjin, sepse e dim që teologjitë, seminaret, çdo gjë tjetër i ka hequr, ndërkohë Mesia nuk e bëri. Mateu 5 dëshmon dhe me çdo lloj aspekti tjetër, i lëmë një anë. Kur në këtë rast ashtu quajtur drejtues ka anulluar ligjin e Atit të përsosur, të mirë, të drejtë, të shenjtë. Si në këtë rast ne dalim me deklarime, on kam ditën e Pashkës, si llogarit ditën e Pashkës ku është përcaktuar në ligjin tia, në Eksodi 12, dita e 14 e muajit të parë, si e llogarit pastori tent ditën e 14 të muajit të parë, kur ai ka anulluar ligjin që përcakton kalendarin e Atit, biles që din që ka dhe shkrimet e mira në këtë rast të shkrimet që masandaj farisejnë t'i hoqën në atë kohë, në shekullin e 2, kemi të bëjmë me librat e Enokut të Jubilesë që lavdiatit ishin pjesë deri në 1600 në kanonin. Por sot masandaj njeriu vendosi këto do t'i heqim. Kush vendosi? Vendosën farisejtë pikërisht sepse në to fliteshe profecia vëlla motër e Mesias që do vinte me detaje. Në këtë rast çfarë do ndodhte në kryq për te? Por në shekullin e 2 vendosën kush njeriu këta, në këtë rast judejt e asaj kohe, që këto nuk janë pjesë me në dhjatën e vjetër që themi, në bestirin e parë, këto libra që sa po përmenda, në to shprehet kalendari i Atit, shprehen profecitë në këtë rast të Mesias dhe çdo gjë tjetër që ka të bëjë pjesë me ngjarjet e eventeve të fundit. Lavdiat, kjo ishte doli si tangenciale për një moment. Le të shikojmë shenjën, vazhdojmë tek shenja vëlla motër. Në fronin që ndodhe në mes të qytetit, në 1000 vjeçarin, ku do zbresi qyteti i tia, që Ati thërrejt dhe troket në zemrën tënde që ti t'jesh pjesë e atij qytetit dhe nuk mjaftoi vëlla motër që ti dhe unë besuam vite më përpara. Ne dëshmojmë ecën tonë me frikë, me dridhje, duke ecur në urdhrimet e Atit, në karakterin e Tij që transformohemi lavdiatit. Mendja jonë transformohet në ecjen e përsosur të Atit dhe gjithashtu normal që Mesia pasqyrovi fytyrën e Atit tonë Elohim.
Dhe na la një shembull që të ecim në gjurmët e tija. Ne sot, besimtarët kudo që janë rreth globit, ndjekin në këtë rast njerëz. Përse po ndjekin mësime të gabuara? Përse nuk ndjekin Mesian që ishte izraelit, kishte një emër të veçuar, Yahshua do thotë Yahweh Shua do thotë shpëtim, ka emrin e tij, nuk e kishte Jezus vëlla motër, sepse Jezusi vjen nga Zusi që ishte në Greqi, që grekët e përkthyen shkrimin masandaj. Dhe më lejo të them diçka shumë të rëndësishme. Jo sepse dikush vëlla motër përktheu shkrimin nga hebreisht, nga aramikja, nga hebraishtja e atërshme në greqishten, do thotë që ai person ishte frymëror. Ka shumë në këtë rast, si thuaç, kërkues apo përkthyes që janë të mirëpajisur në sferën e tyre, në këtë rast në degën e tyre, por nuk do të thotë që ata në këtë rast mund të ishin frymëror apo ishin në këtë rast të mirëpajisur me shkrimin. Në atë kohë, në greqishten e lashtë, njerëzit që e përkthyen dhe ta dhanë ty dhe mua. Kjo ishte mënjan. Le të vazhdojmë me shkrimin. Ata do të shikojnë fytyrën e tija, lavdjatit, ku brenda në qytetin, do shikojmë dhe fytyrën e atit vëlla motër. Më lejo të them dhe këtë gjë. Përse? Se brenda në qytetin e tija, në këtë rast është hapur qelli dhe ne do shikojmë dhe atin. Tani, shumë prej jush mendojnë o ati do vi brenda në qytetin. Unë personalisht nuk hyj me atyre gjërave se janë gjëra akoma më të thella që ati nuk ka shprehur dhe le të mos aventurohemi. Por e di që mishi është hequr për ne, për ata që zbatojnë urdhëmet e tija dhe mbajnë në këtë rast besimin e plot tek Ati dhe tek Mesia, ata që janë pjesë në qytetin e tija, do shikojnë mbretin lavdisë, Yahshuan Mesian, por do shikojmë dhe Atin sepse mishi është hequr dhe lavdia e tij e Atit nuk do na konsumojë. Do marrim trupin ynor apo jo? Kur marrim trupin ynor, atëherë do shikojmë dhe Atin siç është, krijuesin tonë, që në këtë rast dhe shpirti jonë thotë që akoma është me atë do që të shikojmë Atin tonë dhe Mesian. Presim që të marrin shpangimin e plotë, lavdiate thotë dhe apostulli Shaul Pali apo jo. Nëse vazhdojmë. Ata do ta shikojnë fytyrën e tij dhe emri i tij do të jetë mbi mballin e tyre, me ballin e kujt, atyre që janë brenda në qytetin. Emri i tij do të jetë në ballin e tyre. Kemi të bëjmë me një emër që vendoset, me një shenjë që vendoset që është e padukshme. Dhe atje thotë natë dhe nuk do të ketë ku brenda në qytetin e tij, dhe nuk ka nevojë për llamba as për dritë të dielli, sepse Yahweh Elohimi ndriçon. Le të mos hymë vëlla motë se po flet për Atin. Yahweh Elohimi ndriçon brenda në qytet, lavdia e tij që do zbresi vëlla motër. Dhe përse tha Mesia që unë po shkoj të përgatit një vend për ty, përse e tha atë deklarim vëlla motër? Përse e tha një gjë të tillë? E tha sepse brenda në qytetin në këtë rast do kenë thotë sikush porcionin e vet. Bileso do t'jap autoritet mbi kombe, mbi qytete, apo jo? Se rezultati Mateut 5, 17 deri në 19, kryesisht në vargu 19, thotë, nëse do zbatoni urdhrimet thotë e Atit Elohim, thotë, dhe do t'ja mësoni të tjerëve, si tha, që masandaj tha, ju tha, do kini tha, autoritet thotë, do jeni thotë më të mëdhenjtë në mbretërinë e qejve, apo jo? Ne shumë herë marrim këto vargje dhe i kemi marrë pjesërisht në çdo denominacion të krijuar nga njeriu, nga ndarje nga njeriu, nuk përbën shkrimin vëlla motër. Ajo euforia e momentit apo karizmatika apo teologjitë ndryshme, reformiste, baptiste, çdo gjë tjetër dhe që dalin më vonë. Dhe kemi akoma Jovaj apo ditën e 7 apo ka plot prej tyre. Njeriu i ka krijuar. Shiko shkrimin vëlla motër, lexo shkrimin në jetën tënde, gërmo të zbatosh urdhrimet e tija, shiko harmoninë e profecive. Shumë prej neve, unë e di që kërkon orë normal, se kemi marrë vite dhe orë të tëra kërkimi, shikuar vite, shikuar studime, shikuar njerëz që kanë kapacitet frymëror për të dalluar profecitë, harmoninë. Normal që merr kohën e vet. Atëherë për çfarë na duhet koha neve? Përse na s'dan koha? Që ta njohim thot shkrimi apo jo, të njohim Atin Elohim dhe Mesian Yahshuan që ai dërgoi apo. Kjo është detyra jonë, të dërgojmë në shkrimin, të njohim karakterin e tij, të transformohemi në të njëjtën kohë, dita ditës,
të marrësh fuqinë, të kesh besimin e plotë vëlla motër. Po ja, vëlla, jemi këtu në Shqipëri. E di vëlla motër që je në Shqipëri. A ti je influencuar nga vendi? Fuqia e ti, madhështia e ti, në këtë rast urtësia e ti, që ka influencuar nga vendi ku neve jemi, apo në vendin ku ti je? E di nga se është influencuar ati është influencuar nga zemra jote dhe timen. Nga besimi jote dhe timi, nga jo është influencuar ati. Sepse ku shikon, thot, kam gjetur Davidin, apo jo, gjeti Davidin. Në këtë rast, një njeri që ishte si pas zemrës të ti, apo jo. A mund të jesh ti dhe unë në këtë rast me zemër ndaj atit, me besim të plot ndaj tia, dhe se nuk e shikon vëlla motër, dhe se nuk ndodhin gjëra sipas programit tonë apo strukturës tonë, po ja 1+1 blejnë 2, ja se nuk erdhi, ja unë luta. Vërtet, ajo ishte besimi ten? Ajo është besimi jonë vëlla motër? Qëndrueshmëria, ngulmimi në lutje, duke besuar atit premtime që na ka dhënë, nuk po hyj se këtu jemi në zbulesa 22, por ati dëshiron të vërtetoj beslidhjen e tia duke të bërë të mirën ty dhe mua. Se rezultati çfarë? I mbajtjes së fjalës së urdhërimeve të tia. E ka shprehur vëlla motër që nga zana filla deri në zbulesa do ta shikojmë në zbulesa 22 në këtë moment. Po le të vazhdojmë sepse kalojmë gjithmonë që shkojmë asandaj Lavdiatit, atje brenda në qytetit thotë është Jahu Elohim që i ndriçon dhe ata do të mbretërojnë në sheku të shekuve. Menjëherë ata do të mbretërojnë. Ata do të mbretërojnë besimtarët, në këtë rast do mbretërojnë në Lavdiatit, do japi pushtet, autoritet tot Mesia apo jo. Dhe ai më tha, këto fjalë janë besnike dhe të vërteta. Engjëlli po e fliste Johanan Gjonit, apostullit. Këto janë fjalë besnike dhe të vërteta. Dhe Jahu Elohimi profetëve të shenjtë, të veçuar, dërgoi engjëllin e tij për t'u treguar shërbëtorëve të tij. Më lejo vëlla motër të them diçka shumë të rëndësishme, që libri i zbulesës nuk është për cilin do njeri në thonjza. E di pse? Sepse është në këtë rast për të treguar shërbëtorëve të tija. Ky libër, thotë në këtë rast, është vendosur për shërbëtorët e tija, për një kategori njerëzish. Ti mund t'jesh shërbëtorja e ti. Ti mund t'jesh shërbëtori i tia, në qoftë se vendos në zemër, në qoftë se përkushton, dedikon, disiplinon jetën tënde frymërore vëlla motër. Sot nuk shikojmë disiplinë frymërore. Ngrihemi në mëngjes, si na merr dita, do dali, do ik. Po ikën. Çfarë? Ja do bëj këtë gjë. Ka folur atë gjë? Për jetën tënde, pra do ik këtu, ja do bëj këtë. Mund të presësh me muaj, ndoshta dhe vite. Që në këtë rast ai manifestimi dorës së Atit, vullneti i tij për gjëra të caktuara në jetën tënde të vinë vëlla motër. Por e ka thënë Ati se në kohën e tij çdo gjë është e mrekullueshme, jo në kohën time, në kohën tënde. Qëndro vëlla motër, dhe në situatën ku je në familjen tënde, ke betejë të tëri kemi, asnjëri pra nesh nuk është pa betejë. Por Ati në këtë rast po punon me karakterin tënd. Po rafinon në këtë rast, po të transformon, në qoftë se ti ke një zemër që në këtë rast të çfarë? Të mbash urdhërimet, ligjin e tij të përsosur. A nuk e thotë Psalmi 19, që është në gjendje në çfarë? Në këtë rast ta bëj të urtë njeriu i thjeshtë, e transformon mendjen tonë. Vetëm urdhërimet e Atit, e di pse vëlla motër si na transformojnë. Se në momentin që ti mban çdo urdhërim në jetën tënde, të vogël apo të madh nuk ka rëndësi. Ti në këtë rast po qëndron në rrugën e ngushtë, qëndron në rrugën e mirë. Ti e ke dëgjuar fjalën, siç dalim asandaj thonë, po rruga e ngushtë. Rruga e ngushtë është e urdhërimeve të Atit, të fesave të tija biblike, që shprehen në Levitiku 23, në Eksodi 12, ngrenja e pastër, sepse ti je tempulli i frymës së shenjtë. Nuk mund të hash çdo gjë, nuk mund të hash derin, lepurin, kocën, midhjen. Po ha peshkun që në këtë rast që ka penjë, do thotë që ka dhe luspa, Lavdiatit, është i mirë, thotë, është i pastër. Përse është i pastër? Sepse në këtë rast po fu diçka të pastër, në këtë rast që ti të jetosh, thotë Ati. Fute deri në këtë rast, bëj një ekzaminim në një laborator, sepse normal që shikoj edhe në Shqipëri kishte shumë laboratore kimi. Në këtë rast mund të shikosh në mikroskop një mishin e deri sa parasite ka. Përse? Sepse Ati thot, nuk do që ty në ato parasite brenda, thot, në trupin tënd. Je tempulli i frymës së shenjtë, ka një plan për jetën tënde, thot. Por vazhdojmë vëlla motër, vazhdojmë.
Dërgoi engjëllin e tij për të treguar shërbëtorëve të tij gjërat që do të ndodhin së shpejti. Dhe ja, unë vi, thotë Ati Jahwe, do ta shikoj më vonë, nëse. Ja, unë vi shpejti, bekuar është ai që ruan fjalët e profesisë, do vi dhe Mesia vëllazër. Po e pam pak më përpara që do janë të dy, janë pjesë në këtë rast e harmonisë e lavdisë të tij. I bekuar është ai që ruan fjalët e kësaj profesisë të këtij libri. Dhe unë Johanan Gjoni thotë jam ai që kam parë dhe kam dëgjuar këto gjëra dhe kur në këtë rast kur dëgjova thotë rash përpara engjëllit ai më tha në këtë rast mos e bëj këtë thotë unë jam shërbëtori thotë jam bashkëpunëtori yt I vëllezërve të tu profetëve. Pra pikërisht libri I zbulesës është për shërbëtorët e tij profetët, sepse e pam pak më përpara që çfarë thoshte dhe Jahwe Elohimi profetëve të shenjtë dërgoi engjëllin e tij për të thënë në këtë rast evente ngjarjet e të fundit. Lavdimit të tij vazhdon masandaj thotë, kush është I padrejtë, vargu 11, kush është I padrejtë, le të vazhdoj të jetë I padrejtë. E ka fjalën nuk është sepse do të qëndrojë I padrejtë, por në këtë rast e ka fjalën që ai që është I padrejtë thotë, po të vazhdoj të jetë I padrejtë, nuk do jetë mirë me mua thotë. Le të dalë nga rruga e padrejtësisë, e paligjshmërisë, duke shkelur ligjin e tij thotë. Mos vazhdojmë të shkelim sabatin apo festat apo urdhrimet e tija. Kush është I ndyrë të vazhdoj të jetë I ndyrë, kush është I drejtë, Luka 1:5 në rast deri vargu 6 thotë që Zekaria dhe Elisheva ishin të drejtë, pa njolla, pa të meta, sepse esin të gjitha urdhrimet e Atit. Ai që praktikon drejtsinë thotë le të vazhdoj ta bëj atë. Kush është I veçuar, le të vazhdoj të veçohet akoma, të shenjtërohet. Fjala shenjtërohet kam thënë vëllamotë nuk ka të bëjë me shkrimin, ka lindur nga denominacione të tjera katolike ortodokse, ka të bëjë me veçimin nga mëkati, veçimin nga Babilonia, të veçohesh lavdiatit për te, për Mesian, për Jashuan, për Atin Elohim që të ka krijuar. Dhe ja unë vi shpejt dhe shpërblimi vargu 12, më falni se ndoshta nga që unë shikoj këtu, por dhe ja unë vi shpejt dhe çfarë? Ja unë vi shpejt dhe shpërblimi im është me mua për të dhënë gjithë secilit sipas veprave që ai ka bërë. Unë vi shpejt, mbaj mend të fjalën unë vi shpejt dhe shpërblimi im është me mua. Unë jam Alef dhe Taf, fillimi dhe mbarimi, I pari dhe I fundit. Vëlla motër, kush është Alef, Taf, në këtë rast që këti ke Alfa, Omega, Lemënjanë. Fjala realisht është Alef dhe Taf, në këtë rast fillimi dhe mbarimi. Le ta shikojmë në këtë rast çfarë thot shkrimi. Vlesa 1, që në fillim, se ishim në fundi, që në fillim kush thoshte që unë jam Alef, ai që po vjen. Unë jam Alef dhe Taf, fillimi dhe mbarimi, kush thotë? Thotë Jahwe. Thotë Ati krijuesi, ai është fillimi dhe mbarimi, ai është Alef dhe Taf, vëlla motër. E di që masandaj me të dëgjuar që ja ai po vjen në këtë rast Alef dhe Taf është Mesia. Nuk është Alef dhe Taf Mesia, vëlla motër. Është Ati Elohim, ka vendosur birin e tij të jetë në këtë rast Zot, të jetë Elohim, është një titull në këtë rast e ngriti përmbi engjëjt dhe I dha plotësinë e tij dhe çdo gjë që ai krijoi ja dha të birit. Kjo është doktrina e mirë e shëndoshë. Është Ati Jahwe që çfarë? Që vjen I plot fuqishmi. E shikon interpretimin e shkrimit? Thjesht për të marrë diçka që ti e pe pak më përpara, të tha, po të thesha që në këtë rast të shikonin fjalën unë vi shpejt. Shpërblimi im është me mua apo jo? Le të shikojmë në Jeshaja e në Isaia 40:10 çfarë thot shkrimi. Ja, Elohim Jahwe vjen. E ka fjalën që madhështia, lavdia e tij do vijë masandaj do shfaqet në fytyrën e Mesias në atë ditë, sepse ai ka dhënë autoritet të plotë birit të tij të jetë në këtë rast mbret mi mbret. Por shkrimi na thotë, do ta shikojmë më vonë, ndoshta e shikojmë dhe tani, ja le ta gjejmë atë varg që në fund masandaj çfarë? Në fund thotë që do t'ja dorëzoj çdo gjë Mesia Jashua në këtë rast të Krishtit, do t'ja dorëzoj çdo gjë Atit Elohim apo jo. Le ta shikojmë atë varg. Okej, le ta shikojmë, sepse duhet t'i marrim kontekstin e dur, çdo gjë që shkrimi na flet. Ja një moment sa ta gjejmë
pak atë shkrimin. Shkrimi shumë i rëndësishëm për të kuptuar që në këtë rast ka një hierarki, ka një strukturë që Ati ka vendosur lavdimrit të tija që është në funksion të mirë dhe në harmoni dhe për të ndarë masandaj çdo gjë tjetër që nuk kanë të bëjnë me doktrina në këtë rast që kanë lindur nga njerëz heretike të shekullit 3-4 mbas ikjeve të apostujve. Le ta shikojmë atë varg. Nëse e gjejmë asandaj, nëse një moment, vëllai, ndoshta vazhdojmë se dua që të mbajmë dhe rrjedhën e shkrimit për lavditë të tija. Po, lavdiatit, në para Korintave 15, po, e kisha. Ja ta marr pak shkrimin dhe që ti ta shikosh në ekran për lavditë të tija. Ja ku kemi shkrimin që po thesha. Në para Korintave 15, duke filluar nga vargu 21. Ja ta shikoj pak në ekran, nëse duket për juve. Po, lavdiatit. Okej. Ja po e zmadhojmë pak. Ashtu si erdhi vdekja me anë të një njeriu, kjo fjalën për Adamin, përse erdhi vdekja? Erdhi vdekja sepse në këtë rast ishte në mosbindje ndaj Atit. Dhe vëlla motër, le ti marrim me përgjegjësi, le ta marrim me një zemër të hapur çdo gjë që shkrimi na thotë, urdhrimet e tija që janë jetë, njeriu do rrojë nëpërmjet tyre. Adami shkeli një nga urdhrimet e Atit dhe masandaj pësoi gjëra. Kështu erdhi dhe ringjallja e të vdekurve me anë të një njeriu, për Mesian, lavdiatit. Sepse ashtu sikur se të gjithë vdesim në Adamin, ka fjalën që njeriu nuk ron për jetë, po shikosh, përse? Sepse thotë Ati vendosi kufin e viteve për njeriu, thotë. Për shkak të mëkatit. Mëkati në këtë rast, të paga e mëkatit është vdekja. Masandaj kemi të bëjmë me vdekjen frymërore, që është një mësim më vete, por thotë kështu të gjithë do të ngjallen në Mesian, ata që kanë besuar lavdiatit, në Mesian Jeshuan, thotë fillon rruga e tyre, edhe masandaj ka aspekte të tjera që duhen shikuar për atë ringjallje. Pastaj do të vi fundi, kur ai, Mesia, do të dorëzojë çfarë? Mbretërinë e Elohimit Atit, thotë pasi të ketë azgjeshuar çfarëdo sundimi, çdo pushtet dhe fuqi. Do t'ia dorëzojë Atit Elohim, pasi çfarë? Edhe këtu kemi të bëjmë me profecinë e Psalmit mos gaboj 110 që thotë qëndro, thot birimi, thot Ati Jashua Mesias, thot. Dhe është profecia, qëndro në të djathën time derisa të ke vendosur armiqtet tu nën këmbën tënde dhe nën sundimin tënd, thot. Armiku i fundit që do të shkatërohet është vdekja. Ndohidhen liqen e zjarit me profetin e Remë, me Mesian Antikrishtin, thot, dhe të gjitha ata që nuk kanë pranuar birin e tij. Dhe më lejo të them një diçka, vëlla motër. Është një gjë shumë e rëndësishme që ti duhet ta dëgjosh në jetën tënde. Kur ti ke pranuar Mesian Jeshua në këtë rast, e fillon rruga e dishipullizimit tënd. Ka një ecje që ti duhet të bësh, ka një përgatitje dhe ka një gërmim në urdhrimet e Atit që ti në këtë rast ti tregosh mbretit të lavdisë, Jahu Elohimit tënd, që ti në këtë rast ke gëzuar, në këtë rast ke marrë vullosjen e frymës së shenjtë dhe unë tani dëshiroj të nderoj emrin tënd në këtë rast. Dhe ky është ai pagëzimi i vërtet që neve duhet të bëjmë në ujë. Deklarimi i lavdiatit që ti në këtë rast do ndjekësh rrugët e tija, ke lënë botën, ke lënë mëkatin, mëkati është shkelja e ligjit, në para Gjoni 3:4, nuk po thoshte diçka të re apostulli Johanan Gjoni, po thoshte Levitikun 4, Levitikun 4:2, që është mëkati është shkelja e urdhrimeve të tija. Vazhdojmë, thot, dhe kur ta ketë nështruar, thot, kur ti ketë nështruar të gjitha, atëre biri vetë do t'i nështrohet atij. Lavdi. Vajmotër, prandaj po theste në zbulesa që përprekën pak më përpara.
që po shikonim në këtë rast që në mes të sheshit, në mes të sheshit të qytetit masandaj që ishte, kush ishte? Ishte froni i Atit Elohim dhe i qingjit. Por e dimë që thotë masandaj thotë kur të jenë nështruar të gjitha, dhe 1000 vjeçari vëlla motë nuk janë nështruar të gjitha gjërat. Thotë është mbreti mbi mbreti, në këtë rast është beslidhja e paqes për 1000 vjet, lavdiatit, por kombet janë akoma të vdekshëm, kanë akoma në këtë rast shumimin e tyre që po bëjnë. Do shikojnë mbretin e lavdisë, do mësojnë nga rrugët e Atit nëpërmjet ligjit që do dalin nga Sioni, Isaia 2 që flet hapurazi. Por kemi akoma Satanin që në këtë rast u lidh për ato 1000 vjetët. Dhe është një mrekulli ai 1000 vjeçari në këtë rast çfarë do ndodhi. Dhe unë lutem që ti të jesh pjesë. Lutem Atit. Dhe do të kenë nështruar të gjitha, thot atëre vetë biri do të nështrohet atij Ati, thot që i nështroj të gjitha, që Elohim të jetë gjithçka në të gjithë. Dhe ja ku vjen atë që po theshim pak më përpara, dorëzimi i çdo gjë në këtë rast asaj mbretërisë që Ati i dha të birit, por thot do t'ia dorëzojë mbretërinë e pak më përpara, do t'ia dorëzojë mbretërinë Elohimi Atit thot. Pasi thot ai ti ketë nështruar të gjitha armiqtë e tij, në këtë rast të vdekjen Satanin, masandaj thot që Ati Elohim të jetë gjithçka në të gjithë. Lavdiatit. Vazhdojmë, se po flisim për shenjën vëlla motor. E pam që ja unë vi shpejt kishte të bente me Atin Elohim, ja unë vi thot i fuqishmi, krau i tij sundon thot për te, dhe ja e ka shpërblimin me vete dhe shpërblimi i tij e pararend. Kush po vinte i plot fuqishmi, vëlla motor, po vjen. Ja ku kemi profecitë që manifestohen në të njëjtën kohë në harmoni me zbulesën 22. Ai ka shpërblimin me vete, thotë Isaia, po Jeshaja në këtë që ka emrin e tij të vërtetë. Ai ka shpërblimin me vete, apo jo? Ati Elohim që po vjen me lavdinë e tij, në birin e tij. Ja ku është konteksti vëlla motor. Kjo është një gjë shumë e thjeshtë. Ati Elohim po shfaq lavdinë e tij në birin e tij dhe ai ka shpërblimin. Është në këtë rast ja ka dhënë të birit, por fillon burimi, Efezianë 2 na thon që burimi i çdo familje në qiell e në tokë kush është? Është Ati Elohim. Ai që po vjen thot ka shpërblimin e tij me vete. Çfarë po thoshte këtu më përpara? Ati Jahue po vjen thot me shpërblimin e tij ka me vete apo jo? Për t'i dhënë gjithsecili thot, për t'i dhënë gjithsecili sipas veprave që ai ka bërë. Veprave që ka bërë, vëlla motor, vepra në këtë rast që më e rëndësishme, prioriteti në jetën tënde është që ti të zbatosh veprat e ligjit, sepse Jakovi 1:25 ta thot hapras. Të ngulmojmë, të jemi bërës të veprës, të kujt, të ligjit të përsosur, që na jep liri, na jep akses, lavdiatit, na jep akses në qytetin që po flisnim pak më përpara. Shenja e mirë, vulosja në këtë rast e emrit të Atit. Të bekuar janë ata që kryejnë urdhrimet e tija, të kujt, të Alefit dhe të Tavit, në këtë rast fillimi dhe mbarimit, i pari dhe i fundit. Kush ishte i pari dhe i fundit? Ja ku e ke në ekran. Ishte, thotë, Jahue, ai që vjen i plot fuqishmi. Janë urdhrimet e Atit Elohim, vëlla motor, që neve duhet të zbatojmë. Para Gjonit 5:3 na e thot hapurazi. Kjo është dashuria e Atit Elohim, që ne të zbatojmë urdhrimet e tij dhe nuk janë të rënda. Nuk janë brengë, nuk janë të vështira, vëlla motor, të zbatosh urdhrimet e tij në anë të fuqisë së frymës shenjtë. Iri tim të mjafton, nuk tha, iri tim të mjafton. Na mjafton vëlla motor që ne të ngulmojmë, të dim karakterin e përsosur, të mirë, të drejtë të Atit. Efezianët 5:1 na thon që jemi imitues apo jo? Kemi imitues të Atit Elohim. Si do jesh imitues i Atit, i sjelljes së tij të përsosur, karakterit të tij të mirë, të drejtë, të shenjtë, të shprehur në ligjin e tij të përsosur. Dhe në mbajtjen e atij ligji ka një shpërblim, thot psalmisti në kapitullin 19. Vargu 7. Ka një shpërblim, ja ku ke shpërblimin në ekranin tënd. Të bekuar janë ata që kryejnë urdhrimet e tij për të marrë shpërblimin. Cila është shpërblimi? Ky është shpërblimi vëlla motor, që të kesh të drejtën për në druri jetës që ishte në mes të qytetit, në mes të sheshit të qytetit, siç e pam në vargjet e para. Sepse ishte druri jetës, ja ku ke,
që ishte për shërimin e kombeve që kanë mbetur, sepse janë goditur nga Ati në këtë rast, por do marrin shërimin nëpërmjet fjalës, nëpërmjet ligjit, dhe në këtë rast do vinë, thot, madhurojnë Zekaria 14 në festën e kasollëve të tabernakujve. Të gjitha kombet thot do vinë të madhurojnë, thot Jahu i ushtrive. Dhe kush nuk vjen thot prej tyre, ku në 1 vjeçarin në qytetin tim, thot, nuk do bjerë shi në kombet e tyre. Duke mbajtur urdhrimet e tia, në këtë rast do kemi të drejtën për ne druri jetës, për të hyrë në portat e qytetit. E ke shikuar ndonjëherë vargje të tilla, vlla motër? Në këtë rast e sollëm evidencën që Ati Elohim na flet, në këtë rast e na fton për të mbajtur urdhrimet e tia. Urdhrimet e tia janë festa, sabati, në këtë rast çdo gjë që Ati ka folur për lavditë të tia. Kur shikojmë ne, mos gabojnë e ligji për të rirë 4, që flet thot, ky komb i madhërishëm, thot, kush është ky komb që Jahu Elohimi është me te? Sepse thot ka këtë ligjin e përsosur, thot, ka ligjin e tia. Lavdi jemi të, ja dhe ata shikojmë atë varg, do ta kem këtu diku këtu ja. Duhet i shikojmë. Duhet i shikojmë vargjet që na japin evidencën për lavditë të tia. E kisha diku këtu, por tani gjithsesi, vlla motër, se do marri kohën e vet, por vazhdojmë me shkrimin, ku ishim. Urdhrimet e tia japin akses, urdhrimet e tia, vlla motër, janë shenjë, po flisim për shenjë, sabati ishte shenjë përjetshme për popullin e tia. Ajo shenja e mirë, në këtë rast mbajtja e urdhrimeve, shpërblimi i Atit na jep thot çfarë të kemi të drejtën për ne druri jetës, për të hyrë në portat e qytetit. Jashtë, mësandaj ke qenjtë, në këtë rast thot ata që janë rebelë, magjistarët, kurvarët, thot, vrasësit, idhujtarët, dhe mos shkojmë në këtë rast në festat pagane, në këtë rast që mbajnë kalendarin e Papa Gregorit të 1580-s, ato që mban bota me emrat të Janash, si shikon vlla motër, Janus ishte një hyni në Romë që adhuroheshe. Në 1 janar, në këtë rast çfarë adhurohet? Janusi, hynia me 2 koka, që kishte ushtria romake, mbanin për të zotin e tyre, në këtë rast që luteshin për betejat. Influenca, vlla motër, e katolicizmit, e kultit në këtë rast të djallit, sepse i shikojnë kultet që po ndërtojnë, e ke parë si vishen shumë herë, me ato veshjet templarët që i quajnë, shikojnë që luten përpara kafkës, vlla motër. Shikojnë që bëjnë vetëm gjërat në këtë rast që janë djallëzore. Ajo ka patur i ligu, Satani ka patur influencën në këtë rast besimtarët, në kishat e vërteta në shekullin e parë, të dytë, të tretë, duke anulluar ata ta hoqën sabatin në këtë rast edhe ta dhanë të dielën. E beri dekretin në 364 me perandorin romak që ishte një adhurues i diellit, Konstantini u bashkua me katolikët atëhershëm në Itali dhe nxori dekretin, ne nuk kemi të bëjmë pjesë, tha, me judenjtë, ne tani do nga sabati në këtë rast do të adhurojmë ditën e diellit. Dhe thotë dekreti, unë kam folur i ke në këtë rast shumë prej gjërave që kam folur, thotë masandaj, thotë ata që nuk praktikojnë, thotë ditën e diellit, thotë ditën e diellit, ata do përndiqen. Do përndoqen shumë prej tyre, vlla motër, në atë kohë, sepse ecin në gjurmët e apostujve që Mesia kishte lënë. Jashtë janë dhe ata që duan dhe zbatojnë gënjeshtrën. Kjo është nga gënjeshtrat e mëdha, vlla motër, sepse po ta shikosh dhe parën e Gjoni 2:4, thotë, ai që thotë më njoja marrëdhënie me Atin, ai që thotë më nje dhe shumë thotë dalin sot. Shumë ata shquetur pastor dalin, thonë unë e njoh si emër. Ai e nje çfarë ka ndodhur në kryq, por e nje brenda në zemrën e tij. Baton urdhrimet e Atit që është njohja në këtë rast e mirë dhe është njohja e vërtetë të karakterit të Atit. Para Gjoni 2:4 thot, ai që thot më nje dhe nuk zbaton urdhrimet e mia është gënjeshtar dhe vërteta nuk ndodhet në te. Sepse dikush del, vlla motër, të del dhe të përmend emrin e Mesias, apo të thotë që ai u ringjall në ditën e tretë, nuk do të thotë që ai e nje,
sepse do të shikosh nga frutet e tia. Çfarë po praktikon? Mban sabatin e atit sipas në këtë rast atyre 4-5 gjërave që ati na kërkon në sabatin e tia? Mban festat biblike, duke filluar nga sabati, Pashkën, frutat e para, bukën pa maja që motrat në Luka 23 mbanin? Ne I kemi evidencën e shkrimin, por nuk I shikojmë. Shikoj vetë, vëlla motër, Luka 23, vargu 54 deri në këtë rast 56. Pushuan në ditën e parë të fesës së bukës pa maja, që quhet sabat, sabati lartër, sipas urdhërimit. Këto motra që kishin ndjekur Mesian Jashuan në këtë rast, Krishtin, kur e pan varrin si ishte vendosur, që ishte dita e Pashkës e lavdjatit, masandaj pushuan, sepse të nesërmen mbas Pashkës, sipas fesës së atit, është pushim. Pushuan sipas Levitikut 23, që motrat në këtë rast po praktikonin, po mbanin. Vazhdojmë vëlla motër. Vazhdojmë në shkrimin. Zbatimi I urdhrimeve, se po flisim për shenjën e përjetshme. Zbatimi I urdhrimeve të Atit Elohim, vëlla motër, na japi në këtë rast shenjën e mirë në ballin tonë. Dhe ja si e thotë në ligji për të rirë 6. Ky është urdhërimi, statutet e dekretet që Jahwe Elohimi juaj ka urdhëruar t'ju mësojë për të zbatuar në vendin në cilin po hyni për ta marrë në zotërinë, me qëllim që ti të kesh frikë nga Jahwe Elohimi yt, të respektosh gjatë të gjithë ditës së jetës sate, thot urdhrimet e mia. Ti, yt bir, djali I birit tënd, shikoj breza në këtë rast që ati dëshiron në këtë rast që të mbajnë urdhrimet e tia, sepse është karakteri I tia. Përse ke kaos në vendet e në këtë rast në botë, vëlla motër? Përse ke kaos në këtë rast e korrupsion në vendin tonë? Sepse në këtë rast kur hiqet në këtë rast karakteriatit, ligji I tia, në këtë rast kur liqen urdhrimet e tia në një vend, masandaj ke zemërimin e atit që vjen se rezultat I legaliteti që ati ka dhënë. Në Levitiku 26 është një libër lavdjati që është profetik. Një Levitiku 26 të flet për urdhrimet e tia dhe flet për profesitë. Në qoftë se nuk zbatojmë urdhrimet e tia, masandaj ati thotë zemërohet kundra ti populli, kundra ti asambleja, po kundra kombit, duke dërguar masandaj ato pesë lajmërimet e tia, që nuk janë, unë lutem atë ti shikosh në jetën tënde. Levitiku 26, lexoje, sepse në ato flitet shumë gjëra të mira që ti duhet të marrësh, që për zemra jonë të punohet, zemra jonë të transformohet. Urdhrimet e tia thotë të respektosh gjatë gjithë ditës së jetës sate. Ti, yt bir, djali thotë tënd, thotë I birit tënd, thotë, të gjitha statutet dhe të gjitha urdhrimet që unë po të jap me qëllim përse që ditët e jetës sate thotë tënde të zgjaten. Do kesh jetë, fjalë të urta 3, fjalë të urta 4. Në fillime çfarë thonë vëlla motër? A nuk thonë të njëjtën gjë, duke mbajtur urdhrimet e Atit do kesh jetë, do kesh paqe dhe jetë, apo jo? Ne I shikojmë, ne duam të marrim paqen, duam të marrim jetën në hapësirën tonë, në vendin tonë, në trupin tonë, apo në familjen tonë. Por në qoftë se nuk zbatojmë urdhrimet e tia, vëlla motër, festat e tia, jemi në mëkat, se mëkati është shkelja e urdhrimeve të Atit. Ati masandaj do ngrihet në qortimin tonë, derisa ne ta kuptojmë. Po masandaj ka dhe gjëra më serioze që ndodhin. O përse këto gjëra ndodhin në jetën e një besimtari? Përse kjo sëmundje erdhi? Përse ky grip erdhi? O përse ndodhi që filan pastor vdiq? Përse vëlla motër? Sepse ka një rrugë të drejtë që ati kërkon. Në qoftë se zbaton urdhrimet e mia, thotë të gjitha, atëre ditët e jetës sate do zgjaten. Mbrojtja e ti, vëlla motër, kratë e ti që shikojmë në Psalmin 91, ne shikojmë Psalmin 91 dhe marrim nga jo karizmatika tonë. O do ta deklaroj Psalmin që të marrë bekimet. Qenë ka që lejtë me të deklaruar me të marrë. Ato janë doktrina të reme, që janë gënjeshtrat e satanit. Ecja jote dhe time në zbatim të urdhrimeve të Atit na jep në këtë rast mirësinë e Atit, na jep mëshirën e Tij, sepse mëshirat e Tij janë të reja çdo mëngjes. Përse janë të reja? Janë të reja që ne të kthehemi ndaj kujt? Ndaj urdhrimeve të Atit. Gjithmonë një popull që ka mëkatuar kundra Atit, ka mëkatuar kundra urdhrimeve të Tij që ka dhënë.
sepse ato janë principe ligjore, ato janë aty ka vendosur strukturat në këtë rast në univers. Dhe që njeriu është pjesë, jemi pjesë e rrjedhës së krijimit të atit, që neve të gëzojmë të mirën. Dhe sepse bota në këtë rast, apo ky krijimi në këtë rast po rënkon për shkak të mëkatit që erdhi në këtë rast që në fillim në kopshtin e Edenit. Se në fillim ishte në harmoni, ishte në këtë rast, ishte në mënyrën që ati kishte vendosur të ishte, njeriu gaboi, masandaj la të trashëgiminë, thumbin e mëkatit, por ati përse solli Mesian Jashua vëlla motër? E solli që neve në këtë rast të çfarë? Të akoma të vuajnë për mungesën e njohurisë që kemi braktisur ligjin e tij, në Ozea 4:6, thot për shkak sepse ke braktisur ligjin tim, thot ati, do të harroj ty dhe fëmijët tënd. A nuk e pam pak më përpara? Ti dhe unë çfarë do të bëjmë? Të kemi frikë ndaj atit Jahue, përse të kemi frikë? Do thotë që ta nderosh në këtë rast, të kesh atë frikën e mirë, një të zbatosh urdhrimet e tij, thot, sepse do të t'japin jetë gjatë gjithë ditët të jetës sate, thot. Ti duhet ta mësosh kujt? Birit tënd, birit dhe djalit të birit tënd, thot, sepse do shikosh, si thot shkrimi, që do shikosh bijt e bijve tënd. Apo jo? Dhe ai plak, ai prift që është brenda, po flasëm nga ana priftërore e shkrimit, jo nga katolik ortodoksi, nuk kanë të bëjnë fare, vëlla motër, me lutarinë, me ikona, me çdo lloj lutje pagane, njerëzish të frymërave të vdekur. Po flasim për priftërinë e mirë. Kur e prifti tonë është Mesia Jashua që ati vendosi mbret mbi tërë kombet. Do ta vendosi do jetë. Priftëria jote në këtë rast dhe ti motër në këtë rast në familjen tënde është që ti të gëzosh prej së mirë së atit, duke mbajtur urdhrimet e tij, duke ia mësuar fëmijëve tënd. Fëmijëve të fëmijëve ti do bësh gjyshe me inatë një ditë. Do t'ja mësosh një prinjve dhe në këtë rast dhe mbesave tënde. Kjo është çfarë ati do prej teje dhe për meje. Prandaj shikojmë në Shqipëri vëlla motër çdo pa udhësi që në këtë rast që ndodhet brenda në asamblenë e tij, si masandaj do influencojmë neve të jashtëmit. Ai vazhdon të ecë në paudhësinë, ai vazhdon të ecë në shkelën e mëkatit, vjen brenda në ata shquaj trunkishën, pastaj çfarë praktikojnë? Të njëjta gjëra. Kanë pemët, kanë çdo lloj manipulimi që ndodh sot, veza apo ku ta di unë, apo doktrinat e reme karizmatike, që dalin masandaj me çdo anullim apo çdo sekte që janë krijuar në 1600 vëlla motër. Këto u krijuan, filluan katolikët, masandaj përfunduan protestantët. Ti nuk do të jesh pjesë e denominacioneve. Nëse je në atë ndërtesën e atyre teologjive seminareve, vrapo prej tyre. Vrapo vëlla motër, sepse po të bëjnë të ecësh në paudhësi, sepse mëkati është shkelja e ligjit. Nuk ke nevojë për njerëz që këtë rast që janë të verbuar, sepse nuk ka dritën në ta, dhe thot Isaia 8:20. Në këtë rast qëndro thot sipas ligjit dhe dëshmisë, ai që nuk flet sipas asaj fjalës, në këtë rast thotë nuk ka dritën në te. Amaris, më falni vëlla motër. Të lutem ndihmo xhoxhon. Nuk ka dritë vëlla motër, sepse ligji i tij është dritë. Ligji i tij është dritë. Fjalë të urta 6:23 për lavditë të tija. Kjo është detyra jonë vëlla motër. Kjo është detyra jonë që ne të mësojmë një trashëgimi, të lejmë një trashëgimi në Shqipëri, sepse ka qenë paudhësia, vazhdon të praktikojnë gjërat pagane, katolicizmi ka hyrë thellë tek neve, që nga Tirana ti shikoj çfarë gjëra praktikojnë. Flet me një vëllai, thon vëlla, çfarë po bën me fetë paqes? Po unë nuk jam me ata. Nuk jemi ata, por ti poston gjëra, ti je mbështetur prej tyre, biles të kanë këshilluar dhe të kanë këshilluar gjëra që nuk duhet në këtë rast të bëhen sipas shkrimit. Të kanë thënë disa gjëra dhe unë ti thesha hapur asi. Më falni vëlla motër, një moment se duhet të sqaroj diçka këtu në shtëpi për lavditë të tija. Një moment. Gjojo. Shko në tata të lutem. Shko në tata ti, ullu në tata. Vazhdojmë me shkrimin. Vazhdojmë me shkrimin. Amaris, ka mundësi
ka mundësi ta ndihmosh Joelin që të lutem. Çfarë do Amaris? Ne ma këtu atë pultin. Merë një kuki, jo kiwit tani bën. Ne merë ma të kiwin, po kemi vllai motor, jemi në familje, kështu që duhet të përgjigjemi për gjëra të sille këtu. Okej, ulën në divan, jo aq afër televizorit të lutem. Më falë një moment. Do flasim vlla motor sepse janë gjëra që nuk ti kanë thënë, kanë vazhduar të miqsoj, kanë vazhduar të inkurajoj, kanë vazhduar ti sensibilizoj zemrat e besimtarëve që të mos thyejnë urdhrimet e Atit. Jo vlla, po ne kshu i zbatojmë, këto fillojmë dalim asandaj me çdo lloj mësime të gabuara, gjejmë Galatasë, se do ta flasim dhe librin e Galatasëve. Do t'i shikojmë gjërat që shkrimi na thotë. Do t'i flasim. Të me njerë gjejmë librin e Galatasëve, që e gjejmë si Amaris të lutem, jep një letër, babi. E gjejmë librin e Galatasëve si arsye dhe si arsye vetëm si që të anullojmë urdhrimet e Atit, gjë që Mesia nuk bëri. Gjë që Mesia thotë në Mateu 5. Në Mateu 5 që nuk ka anulluar asnjë gjë. Le të vazhdojmë vlla motor, le të vazhdojmë sepse ndërpritet në një rrjedhë dhe normal që nuk është gjë mirë, por duhet të përballemi me shumë prej gjërave. Dëgjo pra, dhe ne kemi këtë fjalë, masandaj që themi dëgjo o Izrael, thotë që ki kujdes ti zbatosh në praktikë me qëllim që të njohësh begatinë. Kur zbaton urdhrimet e Atit, do njohësh begatinë e ti vlla motër. O po vlla, këto ishin ligje për të ri, nuk është për mua. Është për ty vlla motër, e di pse? Sepse Efezianët 2 ta thonë, je bashkuar në këtë rast në besëlidhjen që Ati vendosi më përpara me ta. Do ta flasim, kemi disa themele që nuk janë predikuar në Shqipëri, apo shumë herë lihen me njanë. Tani fillovi që në Mateo dhe tani jam në rregull. Që në Mateo. Mateo është pjesë në këtë rast e çdo gjë që ka dhënë Ati, dhe flet në radhë parë, flet për urdhrimet e Tij që të zbatojmë, thotë të rrojë njeriu me anë të fjalës që del nga goja e Elohim, ku ishte shkruar në ligjin për të rirë. Në vargun 6, shkrimi dhe në fal vlla motër, dhe fillojmë në vargu 4. Në vargu 4, shkolla ti, pastaj do t'japi babi. Pastaj. Në vargu 4 kemi shkrimin që thotë ta duash Jahun Elohimin tënd me gjithë zemër, me gjithë shpirt dhe me gjithë forcën tënde. Dhe ne e themi, unë e dua Atin, dhe menjëherë përdorim mbrojtjen. Unë e dua, si e do vlla motër, me mjafton emocionet sot në jetën tonë. Unë e dua. Shkrimi të thotë që emocionet nuk janë ato të parat që ti duhet vendosësh në jetën tënde. Emocionet në këtë rast janë ato që janë mbështesin ecjen tënde, zbatimin e urdhrimeve të Tija, se pikërisht në kapitullin e 6 po fliste dhe ja ku ke në vargun 3 thotë, ki kujdes thotë ti zbatosh në praktikë thotë, që ditët tënde të shumohen thotë, dhe pastaj thotë ta duash Atin Jahun me gjithë zemër thotë, dhe si do ta duash që këto fjale që po të urdhëroj, si ndas disa fjale vlla motër që Ati na urdhërovi më përpara që të mbeten në zemrën tënde. Dhe do lesh trashëgimin, thotë të ngulitësh bijve të tu, do të flasësh për to kur i ulur në shtëpinë tënde, kur ecën rrugës, për çfarë do flasësh? Do flasësh për urdhrimet e Atit, si ti praktikojmë, si ti zbatojmë në të mirën të mundshme vlla motër, çdo ditë, tua flasim fëmijëve tanë. Sa ajo kur shkrimi thotë në fjalë të urta që mësohet thotë, mësoni të vegjëllit tuaj thotë që kur ata çfarë trajnoj, si do të trajnosh në fjalë të urta? Kemi beslidhje të re në fjalë të urta? Trajnoj në këtë rast, mësoj bijve të tu, thotë ke urdhrimet, to fjalët që po të urdhëroj thotë, dhe pastaj kur të rritet thotë, nuk do të largohet se rezultati i mbjelljes së urdhrimeve të Atit, të fesave të Tija, do ditë i praktikoj, do t'ja mësoj familjes së vet, në këtë rast të bijve tanë. Kjo është trashëgimia e mirë, që ka munguar në për kombe, mungon në për familje, mungon në për kishën e asamble. Këto fjalë që po të urdhëroj sot do të mbeten në zemrën tënde, do të angulitësh bijve të tu, do të flasësh për to kur ri ulur në shtëpinë tënde,
do flasësh për to. Do flasësh për to. Kemi lexuar ndonjëherë vëlla motor, e lexon ndonjë shkrimi me avash, kur shkrimi të thotë që do flasësh për to, për cilat? Për ato fjalët që kishte urdhëruar në vargun 6 dhe për ato fjalët që ai po urdhëronte, statutet, në këtë rast urdhërimet që po i jepte që ditët e jetës tonë dhe të fëmijëve tanë të zgjaten apo jo. Si do zgjaten? Kur kemi mirësinë të ecësh drejtësisht me atin në rrugën e drejtë, lavdiatit, ke çdo gjë të mirë që të vjen. Dhe kjo nuk ka shumë gjilli prosperiteti dhe çdo manipulim që ndodh jashtë. Vlla motër, ati dëshiron të bëj të mirën tyne në këtë rast. Dëshiron të bëj të mirën në këtë rast dhe na jep atë që neve kemi nevojë, po mund të japi diçka më tepër, atë diçka më tepër që ai të jep, ta jep sepse në këtë rast dëshiron që ti të bekosh të tjerët. Në këtë dëshiron që ti të shtrish dorën, pasandaj ndaj nevojtarëve, ndaj të vejave, nga ata që kanë vërtet nevojë. Kjo është ajo përgjithësmëria në këtë rast, ajo zemra që ati shikon kur ti je në këtë rast me sinqeritetin e zemrës, në drejtsinë e shkrimit, ke kuptuar principet frymërore, pasandaj që mund të jesh bekim për të tjerët. Dhe më lejo të them diçka, kjo është shtesë. Mos u tërhiqni nga postime që njerëzit bëjnë sepse vajta dashën, ndërtova këtë këtu, bera këtë këtu, çova kamionin këtuja. I kanë marrë shpërblimin e tyre, thotë, janë hipokrit ata njerëz që shfaqin gjëra në Facebook apo në platforma të tilla. I bien trombetës që të marrin urdhërimin nga njerëzit. Dhe juve masandaj bëni like gjërave të tilla, sepse dikush vajti ndihmovi. Ka çdo lloj fe sot që ndihmojnë të tjerët. Do thotë që ajo është drejtësia e shkrimit, vëlla motër. Ajo është karakteri i atit. Me njerë të rriqemi nga emocionet. Leri emocionet më mënjanë për një moment. Dhe në të rast shiko drejtësinë e shkrimit, duke ecur drejt me atin masandaj, emocionet e mira në të rast dombërt, në të rast do mbushin zemrën tënde. Se dim që ka emocionet të tjera. Shikoj në këtë rast emocionet e perversitetit sot që ndodhin. Ato janë emocione apo jo? Do t'i lidhës si një shenjë në dorë, cilat këto fjale që të urdhëroj, urdhrimet e atit do t'jene si shirita midis syve. O, me njerë, shirita midis syve. Shirita midis syve, çfarë ndodhi? Shenja, se thot do t'jenë si shenjë në dorë dhe do t'jenë si shirita midis syve. Okej, shumë do thonë masandaj, po ja vlla, ja këto janë si shenjë në dorë. Masandaj kemi shenjë në dorë që ati do jepte me anë të urdhrimeve ne zbulesar. Kemi plot shkrime, do t'i shikojmë, do t'jenë si shirita midis syve. Midis syve çfarë ndodhet? Balli. Do t'i shkruash mbi pllakat e shtëpisë sate, mbi portat e tua. Këtë do bësh vëlla motër. Jo të vendosim, me mbushim plot me foto, plot me gjëra, vendosim ato masandaj panoramat me natyrën. Vendos shkrimet. Vendos në këtë rast urdhrimet e tia. Që kur të kalosh në këtë rast në dhomën tënde, në sallon apo në kuzhinë, do shikosh urdhrimet e tia që ti të kesh kujdes dhe unë t'i zbatoj në praktikë, me qëllim që të njohim begatinë në këtë rast që e atit. A nuk na thotë ligji për të rirë? Jakovi 1. Çfarë po thoshte Jakovi 1 në vargu 25? Po përmendte Psalmin 1, të meditojmë tek ligji i tij ditë e natë, masandaj që të jemi të frutshëm në mbretërinë e tia. Dhe çdo gjë që do prekim do kemi mbarësi. Mos u bëj vëlla motër si ai byku masandaj që thot në vargu më vonë, që e merr erë dhe e shpërndan. E shpërndan sepse Satani dëshiron të shpërndajë një asamble. Do të dëshiron të shpërndajë një asamble sepse nuk zbaton urdhrimet festat të atit. Dhe ka shpërndar me kohë. Unë lutem atit që të mblidhen, të ngrihet ajo mbetja në Shqipëri dhe kudo që thrasin emrin Mesias. Të ngrihet ajo mbetje që do ta njohë Mesian e vërtetë. Një mbetje që do lavdërojë atin në festa, në urdhrimet e tija. Po, ka një betejë sepse Satani ka kapur pjesën më të madhe. Pjesën më të madhe dhe të atyre që gjoj unë besoj. Ta them dhe njerë vëlla motër, kur ti po thua unë besoj, duhet të praktikosh në këtë rast të fjalën e tia. Atëre po thua që vërtet beson. Besimi me ndjenja, me emocione, nuk përcakton ecjen e atit.
Besimi intelektual që sot kanë dhe seminaret kanë, nuk përcaktojnë drejtsinë e shkrimit dhe nderin që mu t'i bëjmë atit të nderojmë gjakun e beslidhjes me të cilën na veçoi Hebrejnë të 10. Si e nderojmë, më vëlla motër? Të mos mëkatoj me dashje, mëkati çfarë është? Mëkati është shkelja e ligjit, e para Gjonit 3:4. Thot mos vazhdoni ta shkeni ligjin e tim, thot të vazhdoni me dashje çdo javë, sot është në këtë rast sabati sa po mbaroi që po hyn perëndimi tek juve. Mos vazhdoni të mbani festat pagane, thot. Vitin e ri, Shën Valentine, festat katolike, pemët pagane. Mos vazhdoni të mbani ato gjëra sepse janë pa udhësi. Po thot ati ktheuni tek mua me gjithë zemër, zbatoni urdhrimet e mia, sepse për këtë punë dërgova birin tim që t'u futja në beslidhjen lavdjatit që kishte premtuar etërve tanë. Libri Galatasve flet hapur, Korintasve flet hapur, Apostulli Shaul Pali flet që këto premtime ishin dhënë etërve tanë, që thot ju si jo hebrejnë tani, në këtë rast që jemi në besim tek Mesia, u bët pjesë, u shartuat në 12 fiset e Izraelit. 12 fiset e Izraelit që ati ka shpërndarë për shkak të mosbesimit, për shkak të mosmbajtjes të urdhërimeve, normal për shkak të mosbesimit tek Mesia, tek biri i tij. Dhe nëse nuk kanë birin, masandaj le të mbajnë çdo gjëje vëlla motër, le të mbajnë çdo lloj urdhërimi të atit. Por në këto kohë, thot shkrimi, na ka folur me anë të birit të tij, dhe biri i tij në këtë rast duhet të nderohet dhe të mbash urdhrimet e atit Elohim. Kur Mesia na thotë që të më kujtoni mua në atë beslidhjen e gjakut të re, apo jo? Çfarë thotë? Kur të merrni kupën, kur të merrni bukën pa maja, më kujtoni mua, duke mbajtur, thotë, urdhrimin dhe pashkën e atit Elohim që unë, thotë Mesia, praktikova për 33 vjet. Ky është konteksti i dur i pashkës të tanishme. Nuk është marrë çik lëngë dhe marrë çik bukë, ekzaminoj veten time çdo mëngjes drekë darkë. Nuk të duhet buka dhe lëngu vëlla motër që ti dhe unë të ekzaminojmë veten tonë ku jemi me atin. Premtoni pashkën, tha, kush tha? Apostulli Shaul Pali në para Korintasve 5. Të kremtojnë pashkën, biles në atë kapitull po fliste për shenjtërimin, për pastrimin. Nuk ishte bente fare me aspekte të tjera. Masandaj detajet në jep në kapitull 11, lavdjatit thot që kur siç më la Mesia, thot, përse? Sepse ma la mua që të nderojmë atë, thot, sepse ai ishte autori, ai ishte kryesori, ai ishte përgjegjësi, lavdjati që na bëri pjesë, thot, të këtyre premtimeve të kësaj beslidhje të re. Vëlla motër, e ke kuptuar ndonjëherë ku ishte shkruar kjo beslidhje e re? Le ta shikojmë atë beslidhje e re, se është një predikim më vete, por ne shumë herë përmendin atë beslidhje e re. Le ta shikojmë beslidhjen e re, ku ishte folur.